parashikova që Izraeli do sulmonte Iranin përpara datës 2 mars. Dhe arsyeja pse unë parashikova që Izraeli do godasi Iranin ka të bëjë me festën e Purimit. Nesër, që është e martë, xifutët apo judejt, jo gjithë xifutët, kanë festën e Purimit. Dhe festa e Purimit bazohet mbi historinë e xifutëve në Babiloni, kur ata ishin në perandorin Akimenide, dhe në këtë perandorin Akimenide ku ata jetonin, ai domethënë kryeministri i mbretit të Iranit të asaj kohe, Hamani, e bindë perandorin e perandorisë Akimenide, zerkesin e parë, ose sikur ai quhet në librin e Esterit Ahashverosh, e bind atë që ti dëboj xifutët dhe ti vëjnë në kontroll xifutët, nga që xifutët kontrollonin ekonominë e Persisë nëpërmjet asaj që ata bëjnë deri në ditët tona, që është fajdja. Dhe ata ja mbushin mendjen perandorit dhe ai bëhet gati që të marrë masa kundër xifutëve. Të besohet, por çfarë tregon të besohet që në këtë podcast neve kemi mbajtur bashkë me avokatin 3 orë vetëm për festën e Purimit. Edhe njerëzit nuk e kishin fare idenë se çka ka ndodhur në Babiloni me Mordekain, me gjithë me radha, kupton? Se njohim vëlla historinë. Pra që ta përsërisim edhe një herë historinë, është që ky një nga shefat e komunitetit të xifutëve, që ishte Pimp, Mordekai, merr një prostitut me emrin Ester dhe ja çon shahut apo mbretit Babilonis, ja çon në pallat. Ajo si duket i bën magji, Allahu e di se çfarë i bën, por në Bibël Zoti thotë që të parët që praktikojnë magjin janë xifutët, që e morën nga 2 ëngjëj në Babiloni. Ajo ja bën trunin grosh zerkesit dhe ai bindet dhe vret gjithë qeverinë e tij, dhe xifutët mbajnë pozitat e tyre sunduese në Babiloni. Dhe në përkujtim të kësaj fitoreje, xifutët kanë bërë këtë festën e Purimit, që është një miksje ndërmjet prostitucionit edhe kanibalizmit. Por prostitucionit, nga që Esteri ishte prostitut dhe xifutët e kanë në teologjinë e tyre që e kanë halal me ja dhënë femrën e tyre armikut, dhe në mënyrë që t'i marrin mbretërinë, dhe është edhe fest kanibalistike, nga që xifutët nesër, për ata që i njohin, po kjo mund gjendet kollaj edhe në Google, mund vërtetohet, ata bëjnë kështu kurabie në formë hundësh, gojësh, sysh, veshësh, sepse kjo para kupton që ata janë duke ngrënë organet e iranianëve. Dhe nga që Netanyahu është i çmendur dhe beson në këtë hakmarrjen kundër iranianëve, donte që të përsëriste atë që ne kemi në Dhjatën e Re, apo në Ungjill historinë e Gjon Pagëzorit, se ne e dim se çfarë bëri ky Herod Agripa, ai vret Gjon Pagëzorin dhe ja kput kokën dhe ja afron gruas tim në tepsi. Dhe xifutët kanë këtë lloj dashurie kanibalistike për armiqtë e tyre, dhe unë mendoj që kjo është arsyeja pse dje në datën 28 shkurt Netanyahu vendosi që të sulmoj Iranin, nga që ai domethënë ka qenë i obsesuar me udhëheqësin suprem, me imamin e shiizmit të Republikës Islamike të Iranit, Khamenein, dhe ai donte që kokën e Khameneit ta bënte kurban për festën e Purimit që është nesër. Sulmi kundër Iranit erdhi i pa provokuar fare, dhe duhet sqarojmë shikuesit që nuk janë amerikanët që e nisën luftën, janë izraelitët. Se unë kam qenë dje dhe sot, bile se jam pa gjumë, jam gjithkohën online duke përcjell ato që po ndodhin. Netanyahu e sulmoi Iranin diku nga ora 9:30 e mëngjesit,
do më thënë sulmin që ju bë Iranit, dhe sulmi ishte i papritur, iranianët ishin duke bërë bisedime me amerikanët për programin nuklear, por Netanyahu sikur bëri edhe në luftën e qershorit, fillon luftra dhe pastaj e tërheq përvesh është Trumpin edhe e fut në luftë. Pra sulmi ka nisur diku rreth orës 2 PM me Kuala Lumpurin, që bie rreth ora 1 me Floridën, ku Trumpi ishte në Mar-a-Lago, dhe që ka qenë rreth 9:30 nëse s'jam gabim me Teheranin, ku udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Khamenei, ka qenë në takim me krerët e ushtrisë, të gardës revolucionare, me këshilltarët e sigurisë. Dhe në këto moment Izraeli, që me sa duket ka patur agjentin e tij në Beitul Rahber, që do thot shtëpia e udhëheqësit, si më thon bloku, ka dërguar avionët dhe papritur e ka goditur dhe e ka vrarë Khamenei, thuhet që ka hedhur rreth 30 ton bomba. 30 ton. Tani pasi ka bërë këtë sulm, kanë marrë në telefon Trumpin, e kanë çuar nga gjumi, i kanë thënë që po ne goditëm. Dhe nëse ke parë intervistën e Trumpit, Trumpi ka qenë diku në errësirë në shtëpinë e tij, ka dalë për media dhe ka bërë deklaratën për shtyp, ka thënë po edhe ne jemi bashkangjitur Izraelit që të ndryshojmë regjimin në Iran. Tani pse ka bërë Netanyahu këtë gjë? Se për Netanyahu e ka bërë nga që është ai është njëri satanik, është djallëzor, ai është edhe njëri smur, po ta shohësh nga pamja, ai është njëri që vuan shumë, ai ka kancer në prostat, aty poshtë ka i veni, mos ja përmend emrin, dhe ai është, më duket se është duke bërë edhe kimioterapi, sepse po ta shohësh ai duket edhe në fytyrë që është i zbehur. Po edhe pse është duke vdekur, atë nuk e lë ai satanai që e kontrollon, dhe ai do gjak, ai është si vampir. Dhe Netanyahu ka një histori shumë suksesshme vrasjesh. Fal ti, ai ka arritur që ta marrë peng politikën amerikane, që prej rënies së Bashkimit Sovjetik ka qenë ai dhe babai i tij Benzion Milejkovski, ata që janë të dy polak, s'kan fare lidhje me Biles nëse e pe atë intervistën e Tucker Carlson me ambasadorin amerikan në Jeruzalem, me Mike Huckabee, ai tha, po këta s'kan ditë, këta nuk falen, se nuk janë fetar, nuk janë besimtar, janë qafira. Dhe këta nuk falen, këta nuk din çivutisht, çfarë lidhje ka ky tha, ky nga Polonia tha, çfarë lidhje ka ky tha me izraelitët, me judejt. Edhe ai Mike Huckabee i rrinte kështu si budalla para Tucker Carlson. Edhe do të them, ai është i obsesuar, sikur ka qenë edhe baba i tij, me vrasjen dhe zhdukjen e islamit. Atë nuk e zoj gjumi. Ai përpara një jave mbajti një leksion diku në Izrael, ku i thoshte shifutëve, neve thoshte e kemi plagosur këtë boshtin shiit, dhe tani pas këtij thoshte ne do merremi me boshtin sunit dhe vllazërinë myslimane, që do thot Turqia. Dhe ai është i obsesuar, ai do Biles kishte dalë edhe njëri ish former Prime Minister of Israel, pra ish kryeministri i Izraelit, një qeros, se më mend tash, nga këta që vjen nga këto, si quhen këto gjërat këtu nga pas tetulla, Jarmuga, ka thënë tekstualisht, vlla, si shket qëndruar ti 24 orë pa gjumë, vlla jot nuk ka ngelur dije deri në orën 5 mëngjesit, edhe pse kisha 6 regjistrime në total për të lexuar për Iranin, vlla. Sepse unë realisht mendoj se ne jemi të gjithë të rrezikuar. Domethënë këta bastardët, të cilët janë prodhues armësh, kontrollin naftës e të gjitha me radhë, duhen na përdor neve si dëm kolateral. Tani edhe unë këto nuk e lejoj dot në botë, vlla. Unë nuk mendoj se nuk ka diktator, unë mendoj se të gjithë shtetet kanë diktator, vlla. Pra çapo duhet mua ka diktator Irani kur unë kam diktaturë në Shqipëri. Është diktaturë Amerika, është diktaturë Izraeli, diktaturë Franca, Gjermania, po ashtu. Domethënë kush e kanë këta demokratët e mëdhenj që e shpërndakan demokracinë me bomba, vlla. Se këtë nuk e kuptoj dot, domethënë. Por ai tha diçka. Turqia është the new Iran. E ke fjalën për atë Bennetin, doli ai Bennett e Rovarmin. Bennett, po dëgjoj se në momentin që Netanyahu me ndihmën e Turqisë, edhe të CIA-s, rrëzuan Bashar al-Assadin në dhjetor të 2024-s,
Izraeli në urdhrin e Netanyahut bën atë që njihet si komisioni Nagel, dhe Komisioni i Sigurisë Kombëtare përcaktoi që armiku tjetër tani i Turqisë pas rënies së boshtit të rezistencës ku Siria ishte buri kryesor, armiku zyrtarisht për Izraelin është Turqia. Domethënë në momentin që Irani do bjerë, plani tjetër i zionistëve është sulmi kundër Turqisë, nga që Netanyahu do patjetër që të shkatërrojë xhamin Aksa. Por sepse ai është psikopat, është i çmend dhe ai beson që duke shkatruar këtë xhamin Aksa, që është edhe kibla e parë e myslimanëve, dhe duke ndërtuar në saj duke ndërtuar në vend të saj tempullin e Solomonit, apo atë që quajnë krishterët tempullin e Antikrishtit, ata do kenë Antikrishtin apo Dajjalin që njohin muslimanët, që do vi dhe ata do vendosin një diktaturë botërore. Por për sa kohë që ekziston Islami si ideologji, se sigur ju e thatë më herët, ata nuk e sulmojnë Iranin se është Irani diktaturë. Aleatët më të afërt të Izraelit është Arabia Saudite, Emiratet Arabe, Katari, ata nuk lënë as me pa Al Jazeera aty të fusin burg, kupton ti? Dhe atyre nuk i intereson demokracia. Ata duan që të gjitha këto vendet islamike që kanë përreth t'i kthejnë në diktaturat e tyre dhe këto diktatura të adhurojnë Izraelin. Dhe për sa kohë që ky islami i organizuar do të ekzistojë, ata e shohin islamin e organizuar si një problem ekzistencial për ata. Nga që islami ka shumë probleme për zionistët. Problemi i parë është se myslimanët nuk janë sikur këta të krishterët e trushplar evangjelistë që besojnë që xifutët janë populli i zgjedhur i botës. Myslimanët besojnë që gjithë njerëzit janë të barabartë, nuk ka dallim mes bardhit, ziut, xifutit, jo xifutit. E dyta gjë, Islami beson në ndërtimin e një bote pa fajde, pa interes, pa zhvatje, pa gjakpirje. Dhe kjo bie ndesh me sistemin bankar zionist, sepse xifutët botën e mbajnë nëpërmjet fajdes. Dhe për ata shqiptarë që janë të vjetër që e mbajnë mend kohën e komunizmit. Komunizmi në vetvete ishte një farë sistemi egalitar. Që komunizmi jepte shtëpi të gjithëve, punë të gjithëve, ushqim të gjithëve, edhe pse te neve në Shqipëri dështoi për arsye të ndryshme. Por edhe Islami edhe Islami parashikon bërjen e një bote të drejtë, e një bote pa oligark. Ndërsa xifutët, që nga historia e Purimit që përmendëm në fillim të kësaj bisede, edhe deri në ditët e sotme, ata e sundojnë botën nëpërmjet bankave. Ne kemi biseduar me ju në emisionet e kaluara për këto banka digjitale që po sjell Rama etj. Domethënë, këta duan t'i kthejnë njerëzit në kavje eksperimentale. Por sipas Islamit, ky sistem është haram, është i ndaluar. Edhe në anën tjetër, ky Islami shiit i këtyre iranianëve ka të zhvilluar këtë ideologjinë e martirizimit, nga që shiitët besojnë në historinë e Imam Huseinit, dhe për ata Imam Huseini simbolizon shembullin e njeriut perfekt, i cili nuk ju bind diktaturës së Jezitit. Dhe shiitët e kanë përvetësuar luftën e Palestinës, sidomos që nga revolucioni islamik i Iranit në 1979, edhe Imam Khomeini që themeloi Republikën Islamike dhe ndërtoi Gardën Revolucionare dhe ushtrinë e Kutsit apo ushtrinë e Jeruzalemit, iranianët e kanë kthyer në mision të tyre kombëtar mbështetjen e luftës për shlirimin e Palestinës. Dhe Netanyahu që shkoi dhe vrau Khamenei. Ai nuk është se Khamenei ishte supermeni, Khamenei ishte një xhaje plak 86 vjeç që me zirrin të në këmbë, që heste me bastun, që gjysmën e trupit e kishte të paralizuar nga që e kanë bombarduar këta mujahidinët e Manzës
i kanë vënë bombë para shumë vite. Ai ishte njëri me një këmbë varur. Por Netanyahu e vrau atë për disa arsye. E para është ky koncepti i kanibalizmit që kanë këta me rastin e Purimit, ku tamam sikur këta hajnë hundë dhe vesh iranianësh, ky donte pak a shumë sikur Herod Agripa që vrau Gjon Pagëzorin dhe ja kputi kokën atij dhe avuri në tepsi, apo sikur ata kur e çuan Krishtin në kryq edhe kënaqeshin duke e parë atë që vuante. Këta kanë të njëjtin koncept edhe me Khamenein dhe me muslimanët. Dhe Netanyahu beson se ai është njeriu i zgjedhur i antikrishtit, nga që ai shef që ai ka bërë gjithë këto arritje. Ai arriti duke përdorur amerikanët, tamam sikur ata saducejt e Biblës dhe farisejt që përdorën romakët, edhe ai ka përdorur amerikanët për të shkatruar Irakun, Sirin, Libin. Përdorën perandorinë e kohës. Po përdorën perandorinë e kohës. Atëherë përdorën perandorinë romake, tani përdorën perandorinë romake update në Washington.